Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes. Ju uroj një ditë të mbarë dhe plot shëndet. Të ftuarit e programit Mirëmëngjes Shkodër janë njerëz të përditshëm, njerëz të thjeshtë, që në shpirtin e tyre ndërtojnë, ngrejnë mbas edhe kështjella në pasionin dhe ecurinë e tyre me punën dhe krijimtarinë. I ftuari im sot është zotni Simon Fërketa, i cili me pasionin e tij për të shkruarin ka shtruar një rrugë e cila i jep shumë çka në ecurinë e ditëve të tij. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur, zoti Simon. Nadia mirë. Nadia mirë. Jeni zgjuar pak herët sot për të ardhur tek Mirëmëngjes Shkodër, apo jo? Me kënaqësi. Është kënaqësi sepse kur jam njohur me krijimtarinë tuaj, vërtet më ka bërë shumë përshtypje. Është një dashuri e madhe me të cilën ju merreni her pas here, shkruani për shumë çka që ngjet në Shkodër, shkruani për njerëzit, ngjarjet, historitë, këngët, legjendat, për Shkodrën më së shumti. Si tonë shkodranti. Si tonë shkodranti, edhe unë asë ma tepër intelektual, në të kanë një fije me kanë pak ma avancuar se sa... Po jo të gjithë kanë prirje për të shkruar. Unë të i kanë edhe prej Shirokët, me origjinë. Shiroka është një prej atyne vendeve që ka zjarë shumë talenta. Edhe një prej atyne, jo se jam unë, po kam marrë prirje... Po jeni edhe ju. Kam marrë prirje prej atyne, kam mësu shumë prej atyne, se Shiroka veç talenta ka zjarë. Do të ndalemi. Por duke i hedhur një vështrim gjithë kësaj krijimtarie e cila ju e keni sjell një pjesë këtu në studio, i përket shumë këndeve të jetës në Shkodër, apo ja? Patjetër. I kam ra Shkodër, si kam ra rreth e qark. Rreth e qark. E më në fund kam ardhur aty në qendër, ku aty shkruhet gjithçka. Edhe në fakt i kam lëdh gjithkohë dhe kam marrë në qendër aty në qendër. Qendra është... Nuk e keni gabim, se Radio Shkodra është në qendër, edhe ka një sipërfaqe rrubullake që besoj të jep mundësinë për të parë të gjitha këndet. Unë në fëmijët e mi kam marrë, kur kanë të vëgjël 7 vjeç, kam marrë këtu, kanë interpretu fëmijët e mi për Radio Shkodrën, për sinjalet që ka hapë Radio Shkodra këtu në Shkodër. Sa bukur. Që ka pronë në shtëpia tona. Të falenderoj shumë. Të falenderoj. Ke përpara një poezi që ka të bëjë më së shumti për atë zemër të madhe që në bashkon të gjithëve për Shkodrën. Po, kështu ndoshta kushdo tjetër, si puna jeme që mund t'jenë edhe intelektual, por ai nuk din me shprehë ndoshta ashtu si e kam shprehun, se mu më vjen diçka për dorët. Shkodrës i kam kushtuar gjithçka. Po ashtu edhe Shirokës, po ashtu edhe Shkodrës. Se të sa vite këtu në Shkodër, është zemra, shpirti, gjithçka, mushknia jeme. Të duash vendin është një vërtyt që njerëzit duhet ta ushqejnë tek vetja, tek njerëzit, tek familja, tek të afërmit. Përndryshe nuk mund të mos kuptohet ajo lidhja që kanë njerëzit mes njëri tjetrit. Nuk di, unë nuk e kuptoj, po edhe e kuptoj shumë mirë se shoh emigrantat që deri në Australi, shoh se për sidomos shkodranët, ndoshta jam gabueshëm, po kanë një dashuri të jashtëzakonshme për vendin e tyre. E tu i kanë edhe unë një prej atyne, ato vargje i shpreha këtu te kjo poezia jeme. Po mirë ta dëgjojmë. Edhe e kam kushtuar se ndrej Shkodër me kërkën. Shkodran jam dem babadem, në këtë qytet mira veçar, se ndrej Shkodër me kërkën, ajo për mua është në vend parë. Buqet kanga, humori, artizant puna dorës, sa talent këtë qytet nxori, aty ku i shkruhet lule borës. Hej ju zonjë, e ju zotni, hej djaloq edhe ju goce, a dini se në Shqipni vetëm Shkodër si thojnë lose. Sa bukur e keni kapur këtë element të veçantë. Prin jam lanë mua amanet. Ne u bash në herë me fëmi, gegni ishten kur mos jatret, kështu është folë qysh një lej.
Me Rozafën e Marubin, Shkodër Halal, këto I paq. Ke shumë vlera, ruj mos hupin, jam shkodran 20 karaq. Shumë e bukur, shumë e bukur. Mirë, Simon, ke një krimtarish të pasur, do thoja, sepse shkruan për shumë çka. I ke numëruar ndonjëherë krimet tuaja? Shumë kam shkruaj, kam në shtëpi, I kam rujt jaruj edhe djalit, se djalin e kam aktor. I kam rujt, në fakt me bame, po kam një valigje plot që I kam bën gati, po fatkeqësisht u nda nga jeta Anton Krosej. Djali jem ka një jetë tonë që ka punu me Anton Krosej. Qysh fëmi, qysh 7 vjeç. Edhe fatkeqësisht mua të shkrimi, jo se më shkojnë dëm, po shpirti ma ka dash për mi interpretu bashkë me te. Unë kam punu shumë e te, ai më ka dash te për mu edhe djalin. Megjithatë, Derim, është vërtet një humbje e madhe. Humbje e madhe. Aktori Anton Krosej vërtet I ka dhënë shumë artit dhe me një modesti të tejskajshme. Një aktor shumë modest. Ai ka performuar gjithmonë me mirësi në skenën shkodrane. Ka herë mu dukte vedja, thoshe si ka mundësi ky njeri aktor I talentuar një tjetër, kur shkrushën e diçka që doshe me avan, vinte në orë caktume që doshe me punu të kisha e fretëme që punoshim të teatri bashkë me djalin tem e bashkë me atë ekipin. Djali juaj, aktori, I teatrit, Miqeni, Nikolin Farketa. 70-80 shfaqe kanë dhënë të teatri I Lirikumit. Po. Si shtatë edhe më herët, ju keni një lidhje të pazgjidhshme me një vend të origjinës suaj, siç është Shiroka. Për ju Shkodra, por Shiroka janë dashuri të fuqishme. A gjithë shka për mu. Se aty kam le, aty kanë jetu prindë të mi, aty kam varët e prindëve të afërmëve të mi, gjithë shka. Kur shka një Shirok, shof ata nërtesat e vjetra, 400 vjeqare, 500 vjeqare, e I gërdhishti ata mure të telmoshkun, e kur e gërdhishti ata telmoshkun, aty në gorve lëtën. Po tani që Shiroka është rivitalizuar me një shesh të bukur, si të ngjanë? Që di Shiroka dikur ma bukur se kanë kenë ata njerëzit më të mirë, tash nuk ka ma Shirokës aty. Në Shirok nuk ka ma Shirokës. Nga janë? Veç 3 familje. Janë tant ardhën. 3-4 familje janë Shirokës. Mban lidhje me ato familje? Pa tjetër. Një për aty në familjeve është edhe djali atë jemi, atë si arrin. Kam edhe motërën aty, pavarësisht se nuk jetën aty, jetën në Itali, po shpinë. Ashtë të shkaj vizitaj. Një vend I mrekullueshëm. E kur shkaj aty, është edhe një shok jemi ngusht, një Federik Shestani, kur shkaj, dhe më hanë, kam nostalgji e tepërt. Në fakt ju, përveç asaj lidhje të pasgjidhshme, përveç asaj dashurie shumë të madhe, keni bërë edhe kërkimet tuaja, dhe këto po I mendoni t'i paraqisin në një dokumentar. Për vlerat e Shirokës, jo vetëm si vend, por duke u drejtuar njerëzve, veprimtarive të tyre, mjeshtrive, cilësive të tyre të vyra. Mund të ndalim pak saktu? Të shti me të thonë drejten, me ba mu hjell aty të Shiroka, unë kam shkru një vend për Shirokën, edhe kam thonë, ose më me thonë, dokumentari shriste I heshtur në gjyqin Najmejes. Thoshe me vedi, këtë dokumentar është të mban gjyqin mu, se nuk shkruan për mu. Edhe kam thonë, këto elitat Shirokës, thoshe me vedi, kërkojnë mu, se s'na kujtoni, qani mërmuret e shqirtarëve të fshehta, visheni kostumin e kujtes, ngrini zanin të vërtes, mos na shqitni shpirtin, ne që nuk jetojmë, edhe këtu në tokë jemi të pasur, ju kena lanë ma shumë se sa që kërkoj koha. Zbuloni ditar që ju kena lanë, aty gjeni respektin për vendlinjen, aty gjeni të vërtetat elitare. Do ta kuptoni se nuk ishim bardhëzi, por me shpirt e me zemër, treguam se jemi Shirokës e matej. Kështu e vetëm kështu do na ringrini e do na ringjallni. Mos lejoni që gjurmët tona të heshtin, ndryshe nuk do t'ju falim. Po
po të na plotësoni këtë amanet, atëherë Bylbyli do të vi prapë në Shirok e do të ndojnë amlen melodi mish këmbit buzë liçenit. Po, Shirokasit vërtet kanë historitë e tyre, por po t'i drejtohesh njerëzve, banorëve, mëson se nga Shiroka kanë qenë shumë njerëz shkolluar, talente, njerëz të ndritur. Tonë me shkollë. Për shembull, Shiroka kanë nxjerr nga profesionet, muzikant. Te muzikant, aktor, që ke për shembull, është Bef Shiroka, është edhe baba i Bef Shirokës. Po të nisemi duke përmendur me emra, ndoshta do të harrojmë. Janë shumë. Dhe po ne po përmendim mjeshtritë e tyre. Shiroka kanë nxjerr intelektual të jashtëzakonshëm. Aktor, ose më mirë më thonë, kam shkruar një vend, Shiroka, ajo që pak zë njerëzit e vet me dije, ner, lavdia, respekt. Kudo brenda jashtë dhot. Edhe aty në vulën e shpresë, dhe me atë vulë Shirokësit udhtuan kudo në përbot me shënimin e vetëm pasaport. Respekto dhe duaj të parë tuaj. Mos u divorco kur me emrin Shirok. Fol gegnisht siç folën të parë tuaj. Shumë bukur. Gegnishten mu ma kanë e fort desperte. Kur një diken ty mos fol gegnisht në Shkodër, atë flas për çanata kanë aja elita, mu vjen keq. Sa me vedi, po pëse ma vetëm Filip Goraziu me fol gegnisht, që ka ban librin. Mirë, kjo është një dashuri, një prirje, një qëndrim në rrënje. Dakor, kuptoj. Dokumentarin e kam kap këtu e 300-400 vjet më përpara, edhe 500 vjet ndoshta. Edhe kam lëll fillimisht kam lëll prifnit, elitat. Edhe kam shku në Kish, e kam vënë një banner shumë të madh. E kam vënë njerëz të nderuar. Kam marrë qysh te kardinal Koliçi, që është ndër më të mëdhtë i pari kardinal në Shqipëni, e deri te më të vonshmi. Edhe i kam vendosur në Kish. Po ashtu, për Kishën e Shirokës, kam bërë një banner tjetër me poezi, edhe kam vënë brenda në Kish, kam gjetë një ditë një grup prej Austrisë, kur kam shku, edhe e gjej aty ty fotografu me celular, e ty pështullat. I tham, më falë zojnë, thash, që ke? Që po, shef, pa fotografaj i këtë, se pa më duket sa interesante. Pa i pështoshin lët, aja unë zdishe gjanë se ishte kënë Shirokëse. Edhe ishte kënë vajza Tonin Shkupës, profesorit në Rumë Tonin Shkupa, Shirokës, që ka marru në Rusi. Edhe i thamon, mos e fotografaj, i thamë se unë kishe një 50 copë, që i kishe ban, për me ja falë gjithë kuj. Gati, kur ja laqë, më thamu, shumë falim në nërë, sa ne këne, diftova si jam të i ban dhe i dokumentarën, ne këne, më tha, shikja sa, pa mbëlqen shumë, se i diftova disa fletushka dokumentarit, sa unë sa jam prej këtij vendit, ma ne i vonë diftaj se jam vajza Tonin Shkupës, më tha, që të kesh nevoj, atë racionin tem që më takon për dokumentarit, më thuj, sa ta bje dhe unë tha. Sa bukur. Fill, aty për aty. Me lot, me lot. Në difto sa që kam racion sa me të përun për dokumentarit. Zëtë Simon, po e pregatisni këtë dokumentar, apo e keni akoma në projekte tuaja? Tash në projekte kam tash një vjetë gjysë që punoj me këtë punë, po në shtëpi unë kompjuter s'kam, një telefon të vogël kam, pensionist jam, më ndihmon një shok i jemi, një farë Arben Shtefni. Aja është nipi i profesor doktor Angelin Shtefnit. Ai ka ja 3-4 kompjuter në shtëpi që ka kanë AJ vet. Shumë mirë, bashkëpunim. Pa lek, pa kurrë, pa asison ditën, natën, i pa pritshëm. Jashtëzakonshëm. Shumë e bukur. E myta, aty ku i thonë myta. Se ka herë bëj gabime në për flet. Edhe hiqe këtë shkruaje, këtë hiqe këtë tjetër, s'priton kur. Ka shumë kapituj, besoj. Po e them në mënyrë figurative, sepse dokumentari ka një kozgjatje të saktuar dhe ju duhet të ndaleni në pikat kryesore, thelpsore, dhe ju keni marrë njerëzit, jo thjesht resurset natyrore, vlerat, etj. Ka përmend resurset natyrore. Këtu e 500 vjet më përpara kam shfletu, kam gjetë në bibliotekë mjedën. Edhe sot mjeda kam shëtit sot në Tarabosh, nuk më ra sot një rrezë diellit. Difton që Taraboshi ka kënë i pellzum, kaq shumë
sa një rrezë dielli nuk bite. Edhe të vjetrit i ftojnë që çobajt kur shkoshin për me çu baktit në Tarabosh, ulshin poshtë aty në breg të lumit, merrshin një strajc me goraleca për me trem se s'kishte gur, veç pyll. E mandej pylli u daq. Sherbela, etj. Pylli u daq. Vlera. Kam shkruar në dokumentar pse u daq pylli. Ndoshta ju nuk e dini, por veziri në Kala kërkohet prej Shirokësve për çdo diçtune, kërkohet nga një lunar me plot me drum. Se i shërbente atij ekipit vet. Po. Aty. Mirë po, një shtune ata u përgatitëshin për festën e Pashkëve, edhe shkonin i thonë vezirit, a keni mundësi ashtë shtune jena të angazhuam tonë për festën e Pashkëve, a ka mundësi me jo për unë lunën në tanën, ja, sot a e du, se zbanë nesër. Pa i luten ata, ta ja, aman të lutem, ja, a nuk e danë mirë, a që bane, kjo ishte fisi i qekërdekve. Ata shkune i vune të fshati pas, një, mi peshkim, 2, edhe një vend tjetër, i kanë vunë flaken. E pranoj u daq Taraboshi. Po të kemi histori të këtyre fenomeneve, bëjmë shumë pastirma që nuk na pëlqejnë, apo jo. Megjithatë, kjo është një punë që ju jep shumë angazhim, përkushtim, dashuri, apo jo? Pa tjetër. Edhe një vend kam shkru, po ku ka rast, kam thonë që mulon varrin e doktor Shirokës. Po ku ka shkurra apo rasa që mulojnë varrin e Gjalin Shestanit, flaudisti i parë shqiptar, që ka marrë në Moskë, edhe i kanë bërë presion për mënaj profesorët e tjerë nuk nej. Se i ditë mënaj pasojat për me bërë mënaj, si shumë tjerë. Po ku ka dhe që dekompozon eshtat e imëtët Gjerzvolej. Ashtë i pari i peshve në Shqipni edhe në botë. Majrju, i peshvi majri në botë, ashtë Shirokas, Gjerzvolej. I kam bëllë ati një banër të malë për me vunë në të kisha e Shirokës. Kjo është shumë interesante, apo jo? Është diçka që të bën të kuriozohesh, të nderosh, të respektosh pikërisht veprën e tyre. Ndjes. Zoti Simon, çfarë profesioni keni pasur ju në Curin tuaj? Unë fakt jam inxhinier mekanik. Inxhinier mekanik? Tashti Shirokësit, pavarësisht se kanë marrë shumë, dikush ka marrë inxhinier mekanik ka Shirokës, ka inxhinier elektrike, ka ekonomista, po tonë e kanë atë njësin për me shkru. Po më duket se unë kam i fije ma tepër, ka taku mu kja punë. Ku keni punuar? Unë kam marru shkollën Harry Fulls, më në universitetin, po universitetin në nërpreva se më thale me shku inxhinier në shtëri. Për nuk doshin, si çdo shkodron që s'ka që e fmi që fmit. Edhe atëherë e nërpreve kam vazhdu këto në shkodrë, kam punu në Zindrini, kam punu në Vadenjs, kam punu në Koman, kam punu me një firmë italiane me shit vegla. Si keni bashkjetuar në punën tuaj dhe në krimtarin tuaj? Unë qysh në shkollë, tonë fletorët e mija, bile, nështë të pa duket e habishme, po ka 55 vjetë që jonë ruj në shpi, fletoret, librat edhe formatet e vizatimit në shkollë që kam kënë student në Tiranë. Edhe gjithmonë bëj shamat me grumë, apo me treti ta, me hiqi ta, 55 vjetë kam janë të që i ruj, më duket deboles. Një ditë kam me bëhat punë, kam me shku në Tiranë, e kam me i sanë aty në shef, i ruj tana, makina logaritës, tabelën e logaritmëve, formatet e vizatimit. Na kena pas një profesor që na kontrollote, na thote në 12 natë s'keni marrë me kontrollu fletoret e vizatimit, ose formatet e vizatimit. Edhe ai kishte një diçka, se me bëme ta që ti gabim, nuk thote korrigjoje, pa të shkyte ta në fletën. Imagjina sa të rrept kanë të rrept, kanë edhe dashtën. Po, ata kanë ndërtuar shumë çka në Curinë e jetës suaj, apo ja? Aty me bëme marrë 2-4 studenti, u mbjell të këshillë teknik, kush e ka fajin, studenti a profesori? Mirë, zoti Simon, ndalemi përsëri tek krimtaria, e cila ka një tematik të gjerë, apo jo? Më ka bërë përshtypje që ju keni shkruar
për njerëz, ngjarje, por jeni drejtuar dhe Lule Borës, një simboli të këngës dhe të bukurisë të Shkodrës, apo jo? Lule Bora është, unë kam thonë një vend, Lule Bora simboli i Shkodrës. Ose më mirë më thonë simboli i këngës shkodrone. Në kançonisimët që unë i kam pa tana, si çdo shkodron, që i ka adhuru kançonisimët, megjithëse i kena pa i fije si fshetas, po kançonisimët tonë shkodronët i kanë këtë në shpirt e ruajnë. Ata e filloshin me Claudio Villen. Si kanë pas italian Claudio Villen, a kena pas Biknojen. Po ashtu kena pas edhe Lule Borën. Kuj si kanë me kënu kanë Lule Borë. Lule Bora kënuhet në Qinokasëm, kënuhet në Berat, kënuhet gjithkund. Pa më shi se s'janë. Është vlerë, vërtet. Gjithkund. E pranoj edhe unë, çfarë keni shkruar? Pak kush e din se kush e ka bën tekstin e kush e ka bën muzikën. Jo, muzikën e din ti. Po, muzikën, po, tekstin, po. Tekstin nganjëherë. Ka njëherë dikush edhe mund ta ngatrojë. Atëherë? Unë e kam kap, edhe kam thonë, kushtuar Lule Borës. Me Zef Palin e Simon Gjonin që Lule Borën na kanë lanë, i mallë i vogël gjithë e knonin vend parë ku do kanë zonë. Por si bleta ata shëtitin derisa aranen Lule Borë, tekst muzik, bukur dhe janë njëtën, këndohet në Shkodër e në diasporë. Brez Bas Berezi do këndohet, kur kjo këngë nuk rrinë stëll, me këtë këngë Shkodra krenohet e ka qyteti atë simbol. Radio Shkodra çon sinjalin deri në Amerikë e Australi, me kujtu në tekst Zef Palin e Simon Gjonin misolsi. Sa bukur. Simon, këto janë vargje që vërtet dalin prej shpirtit. Së bukura. Prej shpirtit dalin. Nuk mi përlën të unë, shpirti. Me kë ke bashkëpunuar në ecurinë e viteve me krijimtarinë tuaj? Me të thonë drejtën, unë kam unë gjithmonë jam vu mrapa, ose më mirë me thonë, ma vu mrapa djali jem. Se e kam marrë gjithkund për duret. Edhe unë kam bashkëpunu me herë maj vjetër që është Angelin Deda. Manej është Gaskodrina, Qazim Qela, Anton Krosej, Drejt Past, Ilsi Ademi, Josefina Guri, Zef Noja, Paulin Ujka, Arben Mazi, tanë ata kamerat e fsheta, gjithkund djalin tem ka marrë me veti. Pra ju jeni edhe ju, zotni Simoni, por jeni edhe djali juaj, që është artist, aktor. A ju kujtohet edhe këtu në Radio Shkodra ka marrë me ta 7 vjeç kanë kënë, 8 vjeç. Do ndalemi. Vazhdojmë me bashkëpunimet. Me Fra Valentinin, po, që ka bën disa, me Arben Shtjefnin, me inxhinier Angelin Shtjefnin, me Gasper Markon, Gasper Kokën, Arben Cani, edhe Leonard Simoni janë 2 nga bashkëpunëtorët e minë që kena bën me Nikolinin filmin Mes dy jetëve. Kam shku me Nikolinin edhe bashkë me një ekip tjetër që kam lall djali jem, edhe kena bën një film Mes dy jetëve titullohet. Që kushtohet? Është një familje shkodrane që ka 2 djem. Njërin e ka të jashtëzakonshëm, tjetrën e ka çakpen që merret të zakonshëm ose që merret edhe me drogi fije. Pra ne sot Mes dy jetëve. Mirë pa shkume me filmu, anej ka soja në fund Kirasit, ku s'ka ma Shkodër atje. Atje te i familje, na doli një zotni, a i ka hen Arben Cani, a i kishte pa marrë pjesë dikur para shumë vitesh në një film. Edhe na pa unë ty punum aty, edhe na ofrohet afër, thot, çeni ty baj, thamon, ishto. Mirë, thot, prit, se pa jo një maj, thoton diçka. Unë se njifshe heq, era pa që e shifshe. Aty manajna, na një maj se si mosja dhe ne këneje, si ishte pjesë, aty kishte stava, ku shkuj njerëzit për me da drogen e për me... E gjitha kjo është një veprimtari që pulson me dashurin tuaj për artin, për të shkruar, apo jo? Po. Kam vënë re që shpesh aktivitetin tuaj e njësoni me atë të dashurisë për fëmijët tuaj, më së shumti për të dy, por Nikolini, djali juaj, është aktor i teatrit në Gjeni. Është kjo një dëshirë që ju e keni një djalë të lidhur me artin? E kam pas edhe e kam. A di që kam bëjë ditë? I tham Nikolini, sa vjetë jeni në klasë 13 sot. Kam marrë 13 fletore, 13 filolapsa, edhe 13 poezi. Edhe i kam shku në Tiranë.
Edhe ja kam dalë në për banka, gjithë se cili, tak. Edhe u quj vajzën për qafaj ty kjo. Se e bona atë poezinë kaq bukur, sa i bona, domethënë, i kam thonë, unë degën tuj, kaq lakmi jo kam, sa s'jo mërmenja. Degën e artit dramatik. Pra ne i kam thonë, më shani fort, se i kja është aja që... Je pa tjetër shumë krenar dhe i kënaqur që njëri nga dy djemë tuaj ka marrë rrugën e artit, apo jo? Tepër i kënaqur, e kam pas ka herë qysh... Sepse i keni aktivizuar vetë që të vegjël, apo jo? Qysh kur kam kënë student tonë flet e funit, fleta funit e emja, ka diçka, oj poezi, oj diçka, tonë fletoret, i ruj në shpi, i kam janë 7-8 fletore, që i kam rujt ka herë, fleta e funit e çdo fletoret ka diçka. Qysh se kam kënë student i vogël. Zotni Simon, vazhdoni të shkruani çdo ditë? Pasha zotin, vazhdoj e shkruj, në kane me shkru, vazhdoj e një shumë. Kam bale i ditë, ja kam vu një, është një vend që sot Qimçakezi. Kam pa i ditë një nanë me një fëmijë vogël. E tërhekta i fëmijë i vogël atë nanën e vetë, skërkote gjama te për mua, Qimçakez skërkote. Aja oma e tërhiqte fëmijën se s'kishte lek në xhep, unë e kuptova në sekond. E tërhoqi fëmijën zvarr. Mirë pa, kur kalën prej këtij vendit këtu, të pashkon fëmija një 10 metër ma ne është Qimçakezi tjetër. Se ka dyqane bollë në për trotuare. Të pashkon ma ne është tjetëri, të pashkon ma ne tjetër. Si da me ja ban kja non dherë sa të më rrinë në shpi. Unë të me roa kur pashët, e jam, aty ma ne kam shkru një, ja kam një të Qimçakezit. Pra janë pikrisht... E në një shumë. Pikrisht ditët, jeta, hapat, gëzimet dhe brengat, përpjekjet e njerëzve, ato që ju frymëzojnë, apo jo? Pa tjetër. Edhe në gëzime, kam kënë me djallë, kam kënë gjithkun i ftu, kam kënë vadensh, kam kënë me thuja nënt malit, me për... Ju deklamoni vargjet tuaja? Pa, gjithkun, tanë në shkrimet e mija, Nikolini. Se Nikolini me thonë drejta, nuk i vjen fordora me shkru, por edhe s'ka kohë, se teatri ka punë të veta, një ka në angazhime tjera, ke parasysh. Por gjithkun, ato... Nikolini ka një rrugë të bukur artistike. Ka një rrugë të bukur artistike, ka vërtet suksesin e vetë, po dhe talentin e vetë. Mirë, ndalemi pikrisht në ecurinë e ditëve, ndodhemi para sezonit të bukur të festave, Krishtlindjet, viti i ri. Pa tjetër që do të na deklamoni diçka nga krimtariu, apo jo? E kam ba një për Krishtlindjet, e kam shkru, është fest e madhe, nërmat mëdha që kanë... Që festohet në botë. Po, që festohet në tonë botën. Po ne po nisemi nga Shkodra jo? Pa tjetër, Shkodra i ka festu në që kena pas lakmi kërkujmë, sa bukur i kena festu festat. Ashtu, me ata... Prapë i festojmë, po tash ky vit është i veçantë, vit pandemie. Edhe kam thonë, o hirësi, pushtoje botën, fëmijët e presin mirë se vjen, e këti popull hapi portën, krijesën tanë një këtë gjenë. S'na ke thonë kur lam të mirë, ti e perënia vetë, je në lterë son të obirë kristianizmi ty të pret. Shpresa jonë kur nuk të retë, ti e yllë, je gjithësia, por të këtia e mbështetet, eja, të presin gjithë fëmija. Kjo kam banë që son të bjen e ka bukur pa ushtin, po të regon se Krishti vjen, e me ne a i do të rinë. Brez pas brezi na kanë thonë në këtë toke ke vend linjen, amanet ne na kanë lanë të festojmë ne ty dët linjen. Sot elteri zbukurohet, në njëllë janë fjallë të tua, prandaj në mesh gjithmonë knohet aleluja, aleluja. Ne Krishtlindjet ju urojmë, son të nosh të Krishtin gjeta, gjithë së bashku të festojmë, sepse ai është e vërteta. Janë vargje që lidhen me një atmosferë shumë të bukur, e që ndoshta vinë edhe si një mesazh i bukur për të gjithë ata që na ndjekin. Qofshin vërtet festa që na sjellin mirësi në radhë të parë në shpirtin ton, shëndet bashk, është baza e çdo veprimtarie, e çdo gjë të mirë në jetë.
Zotin Simon, unë ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Ndoshta duke u nisur nga gjithë krijimtaria juaj, është vështirë të përcaktosh një minutazh të caktuar. Po gjithsesi ne nuk jemi shtërrues. Unë dalëm vetëm në disa momente të krijimtarisë. Patjetër. Duke ju uruar gjithmonë suksese. Faleminderit. Shëndet, jetë të gjatë, gëzuar festat dhe paçi mbarësi në familje dhe në të gjithë ecurinë tuaj. Faleminderit. Faleminderit ju dhe ju uroj tonë shkodranëve gëzuar gjithçka. Se për ta jam ty punu, se më kone për Shkodrën teme e për Shirokën, i kam njënën kënej, tjetën kënej, si në rejtë. Paçi jetën e gjatë. Herë se jetën kënej, po të i kam. Ishte kënaqësi që ishi sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe për jush.